Sali, ti je i fundit në Republikën e Shqipërisë që mund të flasësh për zgjedhje të lira. Ti je kampioni i vjedhjes dhe i grushtit të shtetit të 96-ës. A e mban mend çfarë i ke bërë ti, kryetarit të Partisë Socialiste Librasht dhe kryetarit të Partisë Socialiste në Bulqiz, në zonën që kishit shpikur për Azem Hajdarit. I masakruat një raje barbare me bandat tuaja elektorale. A e mban mend çfarë i ke bërë komisionerëve të Fierit? I keni rraur dhe i keni nxjerr nga qendrat e votimit me bandën që brithen në çdo qendër votimi. Dhe po të kujtoj që ke bërë të njëjtën gjë edhe në 20 tetor të atij viti. Në prezencë të deputetëve që vinin nga Italia, te qendra e votimit të shkolla industriale. Në sy të tyre, banda juaj qelloi komisionerin e Partisë Socialiste, më fal që ja përmend emrin, quhej Viktor Binaj. Një trim mbi trimat, e qellua në sy të tyre. U ndalua votimi sepse ndërhyri pastaj ambasadori italian. E që nuk e bërë ti, Sali, ti që burgose Fatosnanon për politikë. Ti e burgose Fatosnanon për politikë. Dakor, dhe mos fol më për zgjedhje. Ti je në të njëjtën frekuencë, në të njëjtën val me Maduron, duke akuzuar shqiptarët sikur janë mafia ndërkombëtare, e karteleve dhe bandave të drogës. Turp të kesh.